Heshtja e çuditshme e Albin Kurtit për bordin e paqes së presidentit Trump. Filozofi dhe opinionisti Afrim Kasolli ka reaguar ndaj mungesës së qëndrimit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, lidhur me nënshkrimin e Kosovës në bordin e paqes të iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Sipas Kasollit, kjo heshtje përbën shpërfillje dhe indiferencë ndaj një nisme të nënshkruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka ironizuar qëndrimin e Kurtit duke thënë se reagimi i tij është sikur se presidenti ata kishte nënshkruar këtë akt me kryetarin e komunës së Kukësit, e jo me presidentin e SBA-ve. Kasolli ka komentuar gjithashtu deklaratën e këshilltarit të Kurtit, Besnik Pula, i cili në një intervistë e ka cilësuar bordin e paqes si një nismë që i ngjan klubit privat të krijuar nga presidenti Trump. Sipas tij, mbetet e paqartë nëse këto deklarime janë qëndrime personale të Pulës apo pasqyrojnë qëndrimin e kabinetit qeveritar. Duke rikujtuar rastin e shkarkimit të ish-këshilltarit Shkel Zangashi për deklaratat të cilësuara si private, Kasolli ka theksuar se zyrtarët shtetëror mbajnë përgjegjësi publike për çdo deklarim të tyre. Ai ka shtuar se nëse Kurti nuk distancohet nga qëndrimet e Pulës, ato mund të interpretohen si pozicion zyrtar i qeverisë në detyrë ndaj bordit të paqes. Përndryshe, bordi i paqes është një mekanizëm këshilldhënës pa fuqi vendimarrëse, që shërben për ruajtjen e paqes, sigurisë dhe mbashkëtesës ndërmjet komuniteteve. Ai mbledh përfaqësues të institucioneve lokale, policisë, komuniteteve dhe shoqërisë civile për të parandaluar tensionet, nxitur dialogun dhe dhënë rekomandime për stabilitetin publik, veçanërisht në zonat me ndjeshmëri etnike.